Sali Berisha do të vijojë të paraqitet në SPAK të hënën e parë dhe të fundit të çdo muaji. Gjykata e lartë ka refuzuar rekursin e bërë nga ana e tij dhe dhëndrit për të shfuqizuar masat e sigurisë, pasi dosja Partizani u dërgua për gjykim. GKK ja hodhi Berishës masën e sigurisë të arrest në shtëpi, duke e lënë në gjendje të lirë. SPAK e ankimoi vendimin dhe gjykata e apelit vendosi masën e sigurisë detyrim paraqitje, ndërkohë dhëndri vijon të jetë në arrest shtëpie. Të dy u drejtuan gjykatës së lartë duke kërkuar heqjen e masave. Për Berishën, gjykata e lartë nuk e ka pranuar rekursin, ndërsa sa i takon Maltezit, ai u la në arrest shtëpie. Gjykata e lartë vendosi mospranimin e rekursit të paraqitur nga kërkuesi Sali Berisha kundër vendimin të numër 1, datë 3/2025 të gjykatës së posaçme të apelit për korrupsion dhe krimin e organizuar. Lënje në fuqi të vendimit numër 21, datë 24/2025 të gjykatës së posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Njofton gjykata: Sali Berisha dhe Maltezi janë marrë të pandehur për abuzime me privatizimin e pronave të ish kompleksi Partizani. Prokuroria shprehet se nga ana e ish kryeministrit është konsumuar vepra penale e korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor parashikuar nga neni 260 e 25 i kodit penal, ndërsa Maltezi dyshohet se ka konsumuar veprën penale, korrupsioni pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, në cilësinë e tij si kryeministër i Republikës së Shqipërisë. Janë kryer veprime konkrete dhe aktive në miratim ligjesh apo aktesh nënligjore me qëllim përshtatjen e tyre sipas nevojave që paraqiteshin për 5 familjet e njohura pronare. Ky fituesi drejt për drejt ndër të tjerë rezulton të ishte bashkëshorti i vajzës së tij, shtetasi JM, nga ana e shtetasit SB, në cilësinë e tij si kryeministër i Republikës së Shqipërisë. Janë kryer veprime aktive për kryerjen e kontrolleve administrative me qëllimin e ushtrimit të presionit dhe dhënien e urdhrave konkret për konkludimin e procedurave të privatizimit në favor ndër të tjerë edhe të shtetasit JM, bashkëshorti i vajzës së tij, shprehet SPAK për Berishën. Ndërsa sa i takon Maltezit, prokuroria deklaron se privatizimi i terreneve dhe objekteve sportive u bë me qëllimin e vetëm për të shtënë në dorë, për të ndryshuar destinacionin dhe e përdorur për përfitime materiale nga Maltezi. Ndryshimet e kryera në lidhje me destinacionin e zonave nga sportive në të banimit, gjë që ka çuar në kryerje ndërtimesh, nga të cilat ka përfituar drejt për drejt Maltezi, vijon SPAK. Të gjitha përfitimet monetare që ka marrë Maltezi në cilësinë e investitorit nga shoqëria Home Plan SHPK, pa investuar te kjo e fundit, përfitimet të marra para se të deklarohej si bashkëortak në këtë shoqëri, fitimet e akumuluara ndër vitet të kësaj shoqërie, si dhe ato të shpërndara në vijim pas vitit 2018, të llogaritura në total në shumën 672.976.832 lek ose 5.420.345 euro.